ky në mes është djalë yt. Po, në mes Sosoni, i cili prej moshës kur i ka pas 1 vjet, unë jam nda nga Ishnusja, dhe i kërkoj falje publikisht. Ai jeton me nanën e vet. Po, e kam lënë shumë të vogël. I ka pas vetëm 1 vjet. Jo më ndu non stop t'jem afër tina, edhe do të mundon deri në frymën e fundit. T'jem me ta. Sa vjet po bëhen që Soni tash ka 12 vjet. 12 vjet. Soni ka pas 1 vjet e 2-3 muaj kur unë jam nda. Nëse ndarjet ndodhin, është njerëzore kjo, mirë po lidhja me fëmijën është e përjetshme. Jam i lidh shumë. Kalon kohë me të, arrin të gjesh kohë, të vija i të ti. Është me mu tash në Kosovë. Është me ty, po, me Kosovë. Në stop. Edhe çdo dasëm që unë jam në Gjermani, ky si ta merr vesh të babi, hajde merrem se bovi me ty ndasëm. E ka talentin tënd? Shumë. Ma mirë si unë. Keni këndu bashk? E kemi një kongë, mos gabofsh Raman, të zeme si dritë e hanës, ti në zemë vendin e nanës, në YouTube i ka 3 milion e gjysë. Do me thonë, edhe djali është në rrugën tënde. Po, s'kisha pas shef, thëmë drejtën, ma mirë shka në shkollë, po nëse vendosë, kjo unë respektoj vendimin e ti. Se s'kisha pas shef, nuk të ka ra mirë ty? Jo, mu ka ra mirë, po është pak biznis jo i pastër, kjo biznis jonë. Çfarë aspekti po mendon se ma pastër se me kënu? Po nëse është për mas skenës, me thonë, duhet shumë përkushtim, duhet me ngajt mas kongëve, mas klipeve, është shumë një punë e madhe. Ti eshe 3 minuta gjysë, po për mas është shumë një punë e madhe. Për shumë për një kongë teme punojnë 6-7 vetë. Du të fillu për i të madhit, Fatmir Muja, Raman Kryziu, Abbas Selmani, Kreshnik Avdiju, Shabani, Shqipdoni, janë për 3 minuta që ti nga është gati shkojnë një muj gjysë për me nëzirë diçka të mire. Edhe tu për shumë kohë. Nuk je shumë në për emisione televizive. Nuk thirrin apo nuk shkon? Apo të dyja ka pak? Jo që se më thirrin, jo, faleminderit, gjithë më respektojnë, po s'jam për me folën në loqka. Unë jam për me kënuama mikrofonin, kënoj ta kry dasmën edhe shkojnë shpes. Tani, këngët që i bën ti, janë këngë me tekst, bi melodike, gjithë shka, të punuara. Po lama, në për dasma, del pak katalavaja. Unë deri tash i kam 22 albume. 22 albume. Janë gjitha këngë shqip me tekst nga kompozitorët më të mëdhej shqiptar, Fatmi Muja, si Tatash Bazi, Mana Bazi, që njojnë nga Raman Kryziu, kam shumë këngë, kam pas në këngë më herët që më ka bëllë Mili Krasniqi që mos të harroj. Janë këngë gjitha me tekst që kanë një melodi. Po, unë e bëj një muzikë komerciale. Ku të më thirin dasëm, unë du të me bëj ata që do ndasmori, me jo që ka duone. Se nëse bëj ato që ka duone, atërë së është mëja atmosferë. Po, edhe Talaman që unë e bëj ndasëm, e kënoj vetëm 30 minuta. Ramani mundet me dëshmu, se bëj këtë nanë, se kena shumë kongë bukra për me kënu. Më thonë e kombinon? E kombinoj se çdo sene të prume del pi qefit. Edhe me më pagu me thonë këno 5 orë Talaman nuk kënoj. Se s'di atë vetë që ka me të kënu. Në fund, 20 minuta është knasim me kënu, se qonë këtë valzojnë, se kemi miliona kongë që mujmë i kënu në përdasmë. Nuk ka pa tjetër me fillu prej orës 8 dhe në ora 1 vesh me Talava, se asë këta s'din që ka me bo muzikë.